Unë kam shumë emocione edhe kur sepse më kujtojnë ata momentet ku njerëzit na morshin krahë gjana, besoj që është privilegj dhe e meriton Shkodra këtë vit për me dalë kampion. Dalja kampion është kurorëzimi i një pune shumë vjeçare, do të thosha, dhe një emocion i veçantë dhe i papërshkrueshëm. Besoj që Vllaznia i ka elementet e duhur, sepse ka balën që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme me ekipin kombëtar. Besoj dhe flamuri kryesor i Vllaznisë pa përjashtu edhe Krymin, Gorishtin e kështu me radhë gjithë futbollistët, Malen apo Gruden apo çdo individ që do të veshi fanelen e Vllaznisë në atë finale, mendoj që duhet t'i japin edhe 110% për të kurorëzuar dhe për t'i pruar kënaqësi dhe atë privilegj që ta jep titulli kampion. Tifozja është tifoz medet, tifoz kur ti hin fush mos amë çdo gjë është në dorën tënde. Po besoj do ngrem edhe autobusin, vetëm na japin këtë kënaqësi edhe jam shumë optimist që do jetë viti jonë, viti i Vllaznisë.